se si është një zemër e shëndosh, zemër e cila nuk bën zili për vllaun e vet, ne ka përshkruar gjendjen edhe rastin e Jusufit alayhi salam në Kur'an. Dhe gjithë e dimna se çka ka përjetu Jusufi alayhi salam, ky pejgamberi i Allahut, prej vëllezërve të tij. Ata fillimisht prej zilis deshën ta mbysin. Mas që nuk arritën ta mbysin, e hodhën në bunar. Veç asaj, kjo i kushtoi shumë Jakubit alayhi salam dhe u mërzit shumë nga ndarja me Jusufin alayhi salam. E pastaj Jusufi alayhi salam psoi që të vjet edhe prej të burgosurve. Mirë po deshi Allahu xhelle xhelalu ta ngris dhe ta realizoj ëndrrën të cilën ai e kishte parë kur ishte i vogël. Dhe veç asaj, Jakubi alayhi salam prej mirëzisë që i shkaktuan djemtë e tij dhe atë zilin që e kishin për Jusufin alayhi salam, shkoi deri edhe tek humbja e shikimit të tij. Megjithatë, kur ata u kthyen tek Jusufi alayhi salam, kur ata u njofen me Jusufin alayhi salam, pasi që Jusufi arriti të dalë prej burgut dhe arriti të jetë udhëhec, të jetë një ministër prej ministrave me pozitë në pushtetin e Egjiptit në atë kohë, çka ju tha Jusufi alayhi salam? Pasi ata i kërkuan falje, pasi ata ju përgjëruan me një aspekt se na ishim prej atyre që bëm gabim dhe ja kërkuan hallallakun Jusufit alayhi salam, Allahu xhelle xhelalu na ka përshkruar në Kur'an dhe ka thonë se Jusufi alayhi salam i tha la tathriba alaykum al-yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nuk ka qërtim për juve sot. Allahu ju fal juve dhe kam ju fal se me të vërtetë Allahu është mëshirues. Kush prej neve kish me e bën ose kish me kthy në këtë formë, me këtë moral, me këtë virtyt kaq të lartë, sikur se Jusufi alayhi salam. Pa ja përmend ato gabimet e atij cili na ka bën. Për ata jo veç kaq. Kur Jusufi alayhi salam i erdhën prindrit e tij dhe erdhën vëllezërit e tij në Egjipt, pasi që ai thirrri dhe ju hapi dyert e tyre dhe përshkroi Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an se si Jusufi alayhi salam i afroi afër arshit e tij, afër karrigës së tij ku ishte i ulur dhe dy prindrit e tij bën sejdë bashkë me vëllezërit e tij në shenjë falënderimi dhe nderimi, si realizim e ëndrrës që e kishte parë Jusufi alayhi salam kur ishte i vogël. Çka ju tha Jusufi alayhi salam? Allahu xhelle xhelaluhu na ka përshkruar moralin e lartë të Jusufit alayhi salam. Ka thënë wa qad ahsana bi id akhrajani min as-sijn. Allahu xhelle xhelaluhu më ka nderu atë ditë kur më ka nxjerr prej burgut. Wa jaa bikum min al-badwi min ba'di ma nazaga ash-shaytanu min ba'di an nazaga ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati. Allah më ka nderu në ditën kur më ka largu edhe më ka nxjerr prej burgut. Gjithashtu Allah më ka nderu kur juve Allah ju ka sjell atje prej shkretëtirës tek on dhe ka largu atë që kishëm mes meje dhe vëllezërve. Me të vërtetë Allahu xhelle xhelaluhu është i butë. Dietarët këtu në këtë ajet kuranor kanë përmend moralet e larta të Jusufit alayhis salam. Fillimisht Jusufi alayhis salam nuk ka thonë Allah më ka nderu masi që kom dal prej bunarit dhe kom marrë në Egjipt dhe kam shtu. Si u ka përmend këta vëllezërve të tyre. Ka thonë Allah më ka nderu kur më ka nxjerr prej burgut. E dyta ka thonë praj asaj mosmarrëveshje që kemi pas që ka qenë shkaktar shejtani. Nuk ka thonë ju e keni bën me qef prej zilis që keni pas ndaj meje. Jo, e ka përmend vetëm shkakun, që shkak ka qenë shejtani. Dhe çka? Ka thonë pasi që ju ka sjell juve atje prej shkretëtirës tek unë këtu. Nuk ka thonë juve ju ka detyruar uria dhe thatësia me artë on dhe tashonet ju ktheja, unë edhe ju kallëzoj se s'keni pas çare pa ardhja ja. Ka qenë lebi Jusufit alayhis salam për vëllezërit e tyre. Andaj kjo është ajo zemra e shëndosh. Kjo është ajo zemra e pastër që Allahu xhelle xhelaluhu na ka përmend në Kur'an.